Kryeministri Hristian Mickovski deklaroi se qeveria mbështet rritjen e pagës minimale, duke vlerësuar se një vendim i tillë do të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e të ardhurave në buxhet. Duke ju përgjigjur gazetarëve, Mickovski tha se qeveria nuk do të marrë vendim për këtë çështje pa vendosur për të njëjtën punëdhënësit dhe punëtorët dhe shtoi se çfarëdo marrëveshje për ta është e pranueshme dhe do të gjejë mbështetje institucionale. Për neve si qeveri është e pranueshme rritja e pagës minimale sepse do të kemi më shumë të ardhura në buxhet. Jemi punëdhënës të 100.000 punonjësve, kurse shteti ka më tepër se 700.000 të punësuar. Kjo nuk kupton se rreth 600.000 do të vinë tek ne. Nëse jemi vetjak, mund të themi që pagat të rriten më njëherë që nesër. Por ne themi, jemi qeveri që në kuadër të dialogut social ndërmjetësojmë mes punëdhënësve dhe punëtorëve. Kështu që çfarë do vendimi që ata marrin, ne si qeveri do ta mbështesim. Mickovski foli edhe për shportën e konsumit dhe deklaroi se sipas statistikave të Eurostat, Maqedonia është vendi më i lirë në rajon, po edhe në Europë. Eurostat është institucioni vetëm relevant në Evropë, e cila thotë se shporta konsumatore në Maqedoninë e Evropës është më e ulëta dhe nëse të njëjtën e krahasojmë me shportat konsumatore në rajon është shumë më e ulët, të themi në krahasim me Shqipërinë, Bullgarinë, Greqinë dhe Serbinë, ose nëse ndonjë mesatare europiane është 100, shporta e konsumit në Maqedoni është nën 75. Ndryshe, sindikatat në paralajmërimin e tyre të fundit kanë njoftuar se vitin e ri do ta nisin me protesta duke kërkuar rritje pagash dhe rrogë minimale prej 500 eurosh dhe se për të njëjtën nuk do të pranojnë më diskutime.